edhe ndërkohë nuk më rike ma shkurt, nuk më isha me hub kohën kot, shumicën e kohës ju qasësha kompjuterit edhe bësha shkrime, veç letë mbesin. Po ndërkohë, lindë ke një ide që u lidhë ke me ide në parë, dilë ke e dyta, shkoj ke tu formu një koncept që më qej ke drejt një përfundimit një librit. Edhe ashtu vazhdojsha, dhe më thonë, ju me atë mendimit që sa po ta përfundoj, do ta botoj. Po ta kompletoj, ta lot gatshëm edhe kur të vjen mundësia, unë e botoj. Mirë, po nuk u nalke, gjithë shka si filloj, ka ashtu dhe përfundoj. Pa ndalesa. Pra, i fokusuar jashtëzakonisht shumë këtë rast vetëm për të përfunduar. Si ja ke dalë, me thash pak më herët, është një kohë shumë e shkurt për ti botu 7 libra brenda 4 viteve. Është kohë e shkurt, edhe pse unë i kom kushtu shumë kohë, shkrimeve. Është një lloj terapie për juve? Pa tjetër. Terapi bile shumë e fort. Për me i largu traumat, me i largu ato mendimet e këqia, është shumë e mje shkrimi. Ja kësha preferu së cilit. Letë merë letë shkruun për e timet veta. Jo rasisht, edhe psikolog, edhe doktor, terapist të ndryshëm e rekomandojnë. Nëse jo për të botuar, gjithsesi për të shkruar ato ndjesit që ti ke gjatë ditës, gjatë javës, gjatë momenteve të caktuara, gjatë traumave, gjatë momenteve kur nuk ndihesh mirë e kështu me radhë. E rekomandojnë jashtëzakonisht. Shkrimi është një farë forme e lirimit për të mos i mbajtur brenda. Edhe unë ja kësha rekomandu së cilit, i hiqet pak një lloj brenge ose një vujtje që e ka në shpirt se s'po e sheh që e ka pa dhe dikush tjetër. Sa do që ti e paraqet me fjalë. Është shumë e shkurt në krahasim me ato që e shkruan në libër. Se në libër të kujtohet gjithçka dhe ki kohë me shtu çdo sen. Ndërsa në bisedë, sikur në ti që është po bëjmë bisedë, tash ti çdo fjalë që ka ndalë mos më mbështu edhe diçka tjetër, më thonë në mes këtyre fjalëve. Aty shton çka dush. Aty shton çka dush. Librat e tjerë? Për çfarë bëhet fjalë në librat e tjerë? Për t'ja lënë kohën librit fundit, me qenë se është taze, po them kështu. Është libri tjetër është Porosia e fundit, edhe ajo është një roman, të cilit ja kam kushtu një djalit të ri. Shumica e librit është tregim imagjinar. E po. E kom morë, domethënë, një